Për herë të parë në këtë zgjedhje do të votoj edhe diaspora, por sa mundësi reale kanë emigrantët të ndryshojnë realitetin politik në Shqipëri. Në tërësi janë rreth 245.000 emigrantë që janë regjistruar për të votuar. Në zgjedhjet e vitit 2021 në qarkun e Tiranës duheshin rreth 12.000 vota për të marrë një mandat deputeti. Në zgjedhjet aktuale, sipas të dhënave të KQZ-s, janë 52.000 emigrantë të regjistruar për të votuar për qarkun e kryeqytetit, që do të thotë se diaspora mund të përcaktojë fatet e deri 4 mandateve vetëm në Tiranë. Fieri është qarku me më shumë emigrantë pas Tiranës të regjistruar për zgjedhje me rreth 32.500. Po t'i referohemi të dhënave të zgjedhjeve të kaluara, mund të ndikojnë deri në 2 mandate. Ngjashëm mund të themi dhe për Elbasanin dhe Durrësin, ku rreth 50.000 votues do të votojnë nga diaspora. Kjo shpjegon edhe angazhimin e partive politike në takimet jashtë vendit. Më shumë se gjysma e emigrantëve që janë regjistruar kanë marrë tashmë fletën e votimit. Është e rëndësishme të theksojmë se në rast ndonjë problemi me adresën apo postieri nuk ju gjen, diaspora mund ta tërheqë fletën e votimit nga zyrat postare të DHL-s, ku ata janë rezident deri në datën 1 maj. Pas kësaj date, zarfet e patërhequra do të kthehen në KQZ. Është me rëndësi që votat i dorëzohet në kohë postierit, duke llogaritur edhe kohën që i duhet për të mbërritur në KQZ, jo më vonë se ora 19 e datës 11 maj, atëherë kur mbyllet edhe procesi i votimit. Prandaj, nëse e keni marrë fletën e votimit, mos vononi që ta dërgoni me postë. Përgjithsisht duhen deri në 3 ditë që dërgesa të mbërrinë në Tiranë. Shqipëria me 11 maj nuk do të votojë vetëm brenda kufive të saj. Për herë të parë, vota do të vijë edhe nga larg dhe kjo mund ndryshoj shumë më tepër se sa duket. Nëse je emigrant dhe i regjistruar për të votuar, atëherë shfrytëzoje votën tënde me përgjegjësi.